Më pas një rutin që mund është mi u përmbajt. Kur thom që mund është mi u përmbajt, i bjen 5-3 dej 5 herë në javë. Let's go, Toni! 10 sopa, 4, hajde. Hajde. Shumë, Shumica, 4 trenera që e di që ja ka njës një javë më ushtru dhe mas një javë e kanë qitë në bio personal trainera, coacha, diçka qashtu. Bravo! Qajl, adin, duna këtë sanë me thonë sa ma drejt për drejt. Nëse nuk je atlet profesional, nuk je garu si buildingut, nuk je far profesionisti që ki profesion sportin, budaloku ma i madh është më marë së rritë. Në zonë ma kesh, sa me thonë. Së më rëndësi qëllimi, më rëndësi është që dojmë me jashu trupit, më thoi za benzinin e duhur. Frekuencë 103.5. Qa bëhet njerëz, jena me Urban FM, e sot e kena epizodin e parë të Tony Trains, si gjithmonë me bodybuilding. E qysh me bo ma interesante këto sot, se me pru trajnerin tem të parë, qaj që më ka përgatit për gara, që është Leonardi. Mirë se ke ardhë. Atlet i dashtun dhe i fort. Qa ke bo? Mirë bre, që tu ushtru ka pak ti që shje. Paj, mirë me thonë që shumë ke leon. Pas ka hungër pak bleta apo më do. Sot ka thonë që për neve ke përgatit një workout durve, do më thonë këna me ushtru biceps, triceps. Që ke më nga kalzu, krejt procesin që shkën. Sot e kemi tortur të durve, edhe kena me bo biceps, triceps, kena me bo back to back, jo back to back të din qa po për audiencën është një ushtrim biceps, një triceps, një biceps, një triceps, ose ana sjeltas, edhe kjo mbaret prej a ki bicepsin ma të fort a tricepsin, edhe po t'lo ty me zhjel, apo do me nis me biceps, apo do me nis me triceps. Ti që një bilet, din që një kësha njës me biceps. Me biceps, unë nuk ta prishi ty edhe ti din, edhe him ja nisim biceps në zëjhem ka dole. Hajde shkoj. Edhe po shkojmë. Qaj, shumë mirë, bravo Toni, qajo. Bravo! Qajo, 10 sopa, 2, 3, 4, hajde. Mik. Hajde. Shumë, Pro, qa po menën të jë njerës ma të vetë disum sot për fitness e para një 10 vjetë ajo? Menej që sot do shumë ma mirë se sa që u kom para 10 vjetëve. Unë që 11 vjetë me emna mënyrë profesionale me këta të edin, me transformohu. Edhe kur ja kom njësë une, ndorë ki mujtë me një trenera që në kom Prishtinë. Edhe asi par kohë kanë menu halako mentaliteti që nëse vjen me ushtru në fitness, ja si belagjia, si problemi që po ushtron për më shku mu rre. Edhe aj mentalitet ka ndru, s'ki pas, nuk ka pas sa shumë femna në fitness se jon tut ti që ti fakti. Që veç njerëzit problematika shkojnë fitness, kur faktikisht është plotësisht e kundërta se njeri vjen fitness me u knaq, me shliru stresin, me mbaj shëndetin e vet, që nuk janë sanetësia. Krejt që kjo që poshtohet numëri njerëzve që po vinë në fitness, a menën që në të njëjtën kohë e filtron kualitetin, a është të shku kualiteti pak të rrova? Po menej, ka pjesa... Jo, për shambull me fitnessa krejt kam përparu, se cila pajisi është ma eri, po për shambull trajnerat që janë kunë në atë kohë mi krasu me trajnerat që janë sot, a ka dallim në kualitet? Ka dallim në kualitet. Edhe a për të mirë, a për të keq? Varet ka në këshyrë, shumica, ka trenera që e di që ja ka njës një javë më ushtru dhe mas një javë e kanë qitë në bio personal trainera, coacha, diçka qashtu. Edhe në basë për ojës teme, që ata që kanë vepru qashtu, nuk është që kanë me pas sukses, se kualiteti nuk është i njëjti. Po në anën tjetër, ata trenera që janë serios dhe pse janë 3, edhe bojnë që punën që shduhet, që mere vetën shambull, ti e shambull perfekt që shduhet me konë një trener i zoti. Një farë vakti kur të përgatit qa për gara, monden. E tash e cekën që industria është u rrit. Edhe në njëtën kohë që rritët industria fitnessit, rritët edhe industria suplementeve.
sa janë domosdoshme suplementet për një person që ushtron, për një person që është serioz po folim. Shëre, suplementet, dieta dhe një programi ushtrimeve janë esenciale. Sidomos për njerëzit që janë serioz në ushtrime dhe marrin dietë është patjetër me pas suplemente, vitamina, minerale, protein, edhe nuk mundesh me konë një sportist I zoti nëse nuk I inkuadron disa pikë në seneve në programin e personit. Qoftë garus si puna jote, qoftë janë që do mi hu 5 kila, qoftë janë që do mi shtu 5 kila, së më rëndësi qëllimi, më rëndësi është që do mi jaqu trupit më thoj za benzinin e duhun. Unë do të mja shu që duhet, edhe kur jena në dietë zakonisht e deprivojmë trupin prej seneve. Do më thonë nuk hajmë mjaftushëm, nuk mundemi mi hongër këtë senë se të bojnë shumë kalori, edhe atër normal që kime pas mungesa në dietë, vitaminave, mineraleve, amino acideve të ndryshme. Hajde, press. Kur e deprivon njeri trupin prej seneve të ndryshme për shkak se jenë dietë, normal që për me funksionu trupi që dohet, edhe me bo ato për çka trupi jonë është I dizajnum, nevojitet që mi marrë shtesë senet. Njerëzit zakonisht I përzinë edhe ti din këtë sen të karasë, në për fitness ke punu, ke ushtru, I përzinë këto sene me steroide. Shumicën e Edhe kjo është gabim trashanik se proteinat, vitaminat dhe mineralet nuk janë hormone, nuk janë steroide, po janë sene esenciale për njerin. Jenë ato e bom qështo gjysa për me mujt me ka fibra të ndryshëm. Në thonë që ato 5 që I bom për qëtuhit, janë power fibra, janë fibra që janë për forcë ma shumë edhe e kapim këtë pjesën poshtë tricepsit. Ku je mëre gold medalist? A je far medalje e arit, a jo. Prof, njerëz për përzinë suplementet me steroide. Po. Në bazë të eksperiencës tone, qysh e sheti, a janë të përdorë njerëz shumë steroide, ose është normale me përdorë steroide një person normal, që nuk e ka qëllim as me hinë këtë fush as. Adin, dona këtë sen me thonë sa ma drejt për drejt, nëse nuk je atlet profesional, nuk je garus I buildingut, nuk je far profesionisti që I ki profesion sportin, budallohu ma I madh është me marrë steroide. Let's go, Tony! Let's go, baby! Qysh është mas mirë të mi anis në fillestar, çfarë spliti me përdorë? Kallzona pak, volum, intensitet, frekuencë. 103.5. Frekuenca dihet Urban FM, a intensitetin e këto sene tjera janë një transformat. Për fillestar, është mirë që me pas një rutinë stabile. Kur thom një rutinë stabile, I bjen një rutinë që mos I gjuni pesha që shtu në fitness, edhe në për shokja. Me pas një rutinë që mund është mi u përmbajt. Kur thom që mund është mi u përmbajt, I bjen pej 3 dej 5 herë në javë. Splitin që I kisha rekomandu, I shkon mas miri se të një muskull me targetu vetë, që ajo është rekomandimi numër 1. Do me thonë, komët veç, shpinën veç, durët veç, kratë veç, etjere etjere. Spliti dytë ma I miri nëse nuk ki shumë kohë, do me thonë nëse nuk I ki 5 ditë me ushtrunë gjatë javës, spliti ma I mirë është push, pull, legs. Kjo I bjen shqip shtytje, tërheqje, edhe kënd. Edhe për ata njerëz që dojnë me 3 herë në javë me ushtru, kjo spliti që ja kisha rekomandu, po për ndryshe nëse je serioz për këtë farë pune, duhesh me ardhë 5 herë në javë edhe me dasit të muskull trupit veç e veç. A ku zelloj me gjitë peshën se ti? Gjuje. A është ma më rëndësi forma e mirë e ushtrimet, a është ma më rëndësi pesha, se ndërgabimet ma të mëdha që i shohim janë njerëz që gutën shumë me pesha.
Një prej gabimeve kryesore që e shohim te shumica fillestarëve është mendojnë që pesha ka me zëvendësu formen edhe ka me ta rrit muskullin se me ta ndërtu trupin. Nuk është që pesha s'o me rëndësi, po pesha pa form është veç pesh ngritje, nuk ka fitness, nuk është bodybuilding. Ndërsa bodybuilding ose fitnessi është me ngrit peshën me formë caktuar pa marrë parasysh sa pesha. E pesh ngritja, domethënë ekipata olimpistat që janë ka 300-400 kg për mi kry. Ata nuk është që dohen zhvilla kështu si bilderat që dohen. Ata janë të fortë, po ata janë të fortë me shty, me ngrit peshën, me lëviz peshën, pa marrë parasysh cëllin muskull ta ka. Na në fitness e bojmë kundërtën. Edhe gabimi kryesor është që njerëzit në fillim mendojnë që duhet veç rënë me hi, edhe shkojnë lëndohen shumë shpejt, po përpas që lëndohen shumë shpejt ose shansi për me u lëndu rritet ekstrem shumë, është edhe që nuk i me pas as përparim si me ushtru me peshë lehtë, edhe dekurajohet shumë ma lehtë. Edhe kjo është pak kundrintuitës personave, njerëzve që nuk kuptojnë shumë për botës fitnessit e bojnë, se intuita ja thot që nëse bona ma i fort, ko mu rrit ma shumë, kur në fakt do është mu fokusu që qatë muskull caktum që ushtrojmë, qaj muskull do të me vedije me kontrolu edhe peshën, qatë peshë, qoftë 2 kg e gjys, qoftë 25, qoftë 250, mu ngrit për qatë në muskujve. është me rëndësi forma, është me rëndësi volumi, është me rëndësi dieta, është me rëndësi gjumi. Pesha... Po ti faktikisht ma ke lënë mu si shprehje, edhe është diçka që unë e përdori shumë shpesh, sidomos me klienta, një bodybuilder i mençëm nuk ka lidhje sa kilogrami ngrit, po sa kilogram dohet që mundet me ngrit. Fiks, qashtu është. Edhe që ajo e bën dallimin. Edhe po marr parasysh që nëse ushtron me pesha atleta, ti prap ki me u ngrit, me u bë më i fort, se muskujt kanë me u zhvillu. Po thjesht është veç mënyra që ti tenton me mri, e që mënyra direkt me pesha shumë mëdha është e gabume, edhe pe përvojës shumica njerëzit që i kena pa si me ty, si me trenerat tonë tjerë shoqënisë që i kemi, sare që kena shku i kena thonë klientit, adin na ka thonë jo se unë kom qef pesha që shtu me ngrit, gjithmonë ka përfundu S'ka zgot shumë. Edhe i kena kalzu që nuk ka me zgot shumë, edhe apet përfundoj me lëndim, se për me bo këto që duhet, do të me bo stil jetese dhe do të me kuptu që do të me pas lojza benzin deri në destinacion. E destinacioni kur nuk kryet se do të me ushtru dhe sa tjena gjatë. Sot ma se kena bo dur, e kena lënë FS7-shin për fund, për mi kalzu pak audiencës që ka FS7-shi. Po ta është të veç pak, na i bënëm 3 ushtrime i bënëm biceps edhe 3 i bënëm triceps. Në fakt 2 i bënëm triceps, 3-in janë atu tash me hoqë tash. Po tash për një person normal që kjo është normale me bënë. Halon nuk kena mrita intensiteti që e përdor një garus. Jo, as pak. A mund e dikush i thjesht për shembull me përdor FS7-shin? Po, shumica njerëzve cilët e kanë një grup të muskulit ma dop. Pezojmë dorën, tricepsin, gjyksin, komen, cila do qoftë. Pjesët e dopta që i ka, i rekomandoj me i bo me FS7, për me spjegu shkur që ka i bjen FS7, anglisht i bjen fascia stretch training, kjo në Shqip i bjen zgjerim i fashës së muskulit, edhe kur e zgjerojmë qatë fashë muskulit me peshë ma të vogël, jo peshë shumë të madhe, trupi qënë sinjal për me rrit muskulin edhe me mbush qatë zgjerimin që kena bot fashës, me mbush me muskull edhe qatë qënë sinjal. Fascia stretch training është me i bo pikën në dopë cilin e kena, në këtë rast e kena zgjedh tricepsin, se edhe unë edhe Tloni menojmë që na vynë ka pak triceps ekstra të dëve, edhe pse unë e trenerit i jom, është mi bo 7 seria, me pushimet shkurta 45 sekonda në mes, me ka 12, 15 ose 20 përsëritje mbaret për nivelit që ka atleti. Në këtë rast Tloni mundet me bo cilin dopë i këty nëse është i fort, është garus, është atlet, sportist profesionist. Edhe që ajo e bënd të na me umbush tricepsi muskulli me gjak. Po mira apo ma vështirë, se më pak tunë, na? Pse? O ta është i rrite... Prishmërit i rrite shumë. Në kes prishmërit e tua që i komune për ty, ato qëndrojnë, ka ndryshu ndo një herë. Edhe prishmërit e tua do në qenë për veti qash në elë, se ti e din që pe kur shkapit këna shku këna fitu medaljet arit. Në zoma kes, sa mi thonë. E qka që ka në ushtrimet për sët, që këtë ke pompi i sotit, na, për Urban FM-it, dojmë e falenderu transformohen që na ka liu sot me ushtru këtë, dojmë e falenderu profën që ushtrejme mua dhe një herë.